Ministria e Infrastrukturës në Kosovë më në fund ka nënshkruar një kontratë me kompanitë në kontraktuara për vijimin e punimeve në rrugën nacionale Prishtinë-Pej. Kontrata është dhënë për zgjerimin e rrugës në segmentin Dolc-Zahaq për lotin e parë dhe të dytë. Vlera e parashikuar e kontratës arrin shifrën prej 45.690.000 eurove. Grupi operatorëve ekonomik që kanë fituar tenderin e thirrur nga Ministria janë Benita Company, Asphalt Group, Arfa Group, Fortesa SHPK dhe Saba Belca. Sipas kontratës publike të OSHP-s, kompanitë kanë të caktuara shifrat e investimeve dhe detyrat e ndara për realizimin e këtij projekti.